Mirëmëngjes të dashur demër, do bëjmë një mesazh për ju nga letrat hebreje dhe kjo letër quhet Resh. Shikoni me vëmendje, ka një sy të tretë aty në mes të ballit që është intuita. Dhe thotë ndriçimi nuk vjen nga jashtë të dashur demër, por nga zgjedhja për të parë me syrin e mbrëmshëm. Kjo letër ju fton të largoheni nga çdo zhurmë që është përreth jush, nga çdo fjalë apo ndikim, drejtim, detyrim, çfarë do të jetë situatë apo person. Duhet të vërtetë të dëgjoni nga brenda zërin e juaj apo të shikoni me këtë sy të tretë. Gjithçka që jeni duke kërkuar, çfarëdo lloj përgjigje apo drejtimi, vendimi vjen nga ju vetë. Ju lut letra që të mos ndikoheni nga asgjë nga jashtë. Nëse je në çfarëdo lloj udhkryqi ndalo, absolutisht, merr frymë dhe aty duke reflektuar, menduar e dëgjuar me ta them durimin më të madh për të gjetur rrugën e juaj. Është një udhkryq tani të bëj kështu, të bëj ashtu, ndikoni nga ai, ajo, të tjerët, situata të ndryshme dhe ju kërkon që nga thellësia e zemrës të uleni dhe vërtet ta nxjerrni atë mendim, atë vendim apo atë ndjesi. Kjo do ju tregoj rrugën më të mirë për në të ardhmen apo çfarëdo që bëhet fjalë në jetën e juaj, të dashur demër.